Njeti nuk shihet, nuk dëgjohet, por peshon më shumë se çdo vepër. Dy njerëz rrinë pa bukë gjithë ditën. Njëri agjeron për Zotin, tjetri vetëm për zakon. Nga jashtë duke njësoj, por brenda janë larg. Zoti nuk shikon sa u lodhe, shikon pse u lodhe. Një punë e vogël me një jetë të pastër vlen më shumë se shumë mundime pa zemër. Njeti nuk ka nevojë për fjalë, as për shpjegime. Zoti e di, nëse sot bëre diçka dhe askush se pa, por zemra u qetësua. Njeti ishte i drejtë. Mos u mundo me u duk, mjafton me u kthy, sepse Ramazani nuk të mëson se si me u pa nga njerëzit, por si me u pa nga Zoti.